Ministri Britanik i Mbrojtjes, John Healey, deklaroi se Irani ka lëshuar 2 raketa drejt Qipros ku ndodhen bazat ushtarake të Mbretëria e Bashkuar. Sipas tij, autoritetet britanike janë mjaft të sigurta se raketat nuk kishin në shënjestër bazat britanike, por incidenti tregon, siç u shpreh ai, se sa e pakontrollueshme është hakmarrja e Iranit. Sipas transmetuesit izraelit Channel 12, të 2 raketat e lëshuara drejt Qipros ranë në det, pa shkaktuar dëme apo viktima. Ngjarja vjen në një klim tensionesh të larta në lindjen e mesme, pas përshkallëzimit të përplasjes mes Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Një ditë më parë, kryeministri britanik Keir Starmer konfirmoi në një fjalim drejtuar kombit se Mbretëria e Bashkuar nuk ka marrë pjesë në sulmet e ndërmarra nga SBA dhe Izraeli kundër Iranit. Ai theksoi se Londra nuk ishte pjesë e operacioneve ushtarake, por paralajmëroi për rrezikun e një përshkallëzimi të mëtejshëm në rajon. Megjithatë, Starmer bëri të ditur se avionët e forcave ajrore mbretërore, RAF, janë vendosur mbi qiellin e lindjes së mesme në orët e fundit, në kuadër të operacioneve mbrojtëse për vendet arabe aleate të Londrës. Sipas tij, këto shtete janë shënjestruar nga përgjigjja e Teheranit, pasi në territorin e tyre ndodhen baza ushtarake amerikane. Kryeministri britanik përsëriti gjithashtu thirrjen për shmangje të çdo përshkallëzimi të mëtejshëm, një qëndrim që Londra e ndan me Francën dhe Gjermaninë. Ai theksoi se situata kërkon përmbajtje dhe diplomaci për të parandaluar përhapjen e konfliktit në përmasa më të gjera rajonale. Në deklaratën e tij, Starmer nuk artikuloi kritika të drejtpërdrejta ndaj sulmit izraelito-amerikan, duke theksuar se përgjegjësia për tensionet bie mbi Republikën Islame të Iranit. Irani mund të jap fund kësaj tani, u shpreh ai, duke nënvizuar se zgjedhja për të ndalur ciklin e përshkallëzimit mbetet në duart e Teheranit. Zhvillimet e fundit tregojnë se situata në lindjen e mesme mbetet e brisht, ndërsa fuqitë perëndimore po përpiqen të balancojnë mbështetjen me aleatët me thirrjet për depërshkallëzim diplomatik.